E pra, edhe sot, sikur para 10 vite, do më thonë kur ishte babem me 26 dhjetor 2014, tash u bon, do më thonë 10 vite se atëra në 2014, në hinë në 2015, po tash është do më thonë në 2025, të hinë në 2026, që jemi të gëzum që i shumë sa edhe njerë babem për të në arë në vizit, në vizitu neve në Danimor, ku ne ka gëzu e zemër, dhe më thonë se jemi të lumtur që ka ardhë dhe mundomi që vallën tim ta respektojmë në ta mundësit e tona sa kemi mundësi dhe t'i bëjmë ndajre respekt, sepse është kënaqësi o lumturi kur një njeri në mërgim ka mërzijat e familjare, por kur vinë familjarë dhe më thonë që lodhme dhe jekme atë mërzija, e falenderoj nga thellësia e zemrës që më nderoj dhe nuk na i kthej dhe më thonën atë mirësinë që deshtëm t'ja bëjmë 2 vjet na viziton, por e pranoj me plot dëshirë dhe erë, edhe ne jemi të lumtur o krenar që na ka nderu, Zoti e rujt me familje, me grua, me fëmijë dhe gjithë çka ka për shpirt e për zemër. Me fjalë tjera, Pleshturn kanë thonë gjithmonë që ku ka rrjedh nuk ka qare pa pikë. Këtu dëshmohet se familja jonë ka një traditë, një kulturë, një njerëzi, ka sinqeritet që e runë me shekuj prej fshatit në qytet, po ja dhe tani sot në shtetet skandinave në Kopenhag të Danimarkës. Jam shumë krenar, shumë i lumtur, që për si vjetë as që kam mendu se do të kam një plan për me dalë dikun jashtë, por ja tani shfryzoj rastin vllau dhe meftoj. Kështu që u obligova taman me i dhonë zërë, gjithçka me lonë mbrapa, ndoshta diçka, po qefin vllait mos më aprish edhe me njek traditën tonë ashtu si e kanë lënë plesh tonë, baballar tonë, që muhabeti, njerëzia, i zaretin në familje, më bon si çdo herë që ka shqiptarja det. E falenderoj vllaun, i falenderoj këto kunotën, e falenderoj mesat e mia, e falenderoj edhe gjyshin që kemi sonë të prezent këtu, që edhe kjo pa një sakrifis, ky muhabet, ky mish, nuk i shartu, pra do sakrifis, do njerëz, do zot, punoj natë e ditë, edhe që sot përshfryzojnë me vllaznin në me veti, unë e falenderoj së të epërmi edhe se sot i kam 74 vjetë, nuk e di mua kam imër me ardhë, po kjo ka me deri në kujtim në ditën e vorët, unë këta mos me harruve. Falemderit vllau, falemderit familje, falemderit kunat. Mirë se keni ardhur dhe jo e falenderoj. Në rotë edhe tyje, dhe jam shumë i kënaqur, Zoti u bekuf. Zoti ju Falenderim të kënë që e pranove fejsën tonë, nuk në refuzove, Zoti shpërblet që do më thonëm edhe ti ke ba mund në arë për atje të këto për shaba Zoti shpërblet, por na këta e batëm nga thellësia e zemrës, sepse gjithmonë kam thonë o pishman si bise pyt kam bavin më të madhin, pyt kam bën bavë se o respektin du me pas gjithmonë sikur e kom pas për bavën ashtu. Respekti qoftë edhe reciprok. Faleminderit.